Monika Kryemadhi vijoi mbrojtjen e saj në GKKO duke kundërshtuar akuzat e SPAK dhe duke pretenduar se komunikimet e përdorura në dosje janë interpretuar gabimisht. Sipas saj, prokuroria po përpiqet të krijojë idenë se ajo ka ushtruar ndikim për favorizimin e kushëririt të saj Adrian Shatku në tregun e fibrave optike, ndërsa dokumentet sipas Kryemadhit tregojnë se procedurat administrative kishin nisur më herët. Ish-deputetja përmendi edhe disa mesazhe me kryeministrin Edi Rama, ku sipas saj ai ka kërkuar që një çështje të trajtohej me urgjencë, duke pyetur pse SPAK nuk e ka marrë Ramën në pyetje për këto komunikime. Kryemadhi theksoi se nuk ka asnjë mesazh me Ilir Metën për këtë çështje. Nga ana tjetër, prokurori i SPAK Sotir Klapi deklaroi se nëse Kryemadhi ka prova për përfshirjen e personave të tjerë në veprime korruptive, duhet i paraqes ato. Procesi ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit vjen në gjykatën e posaçme. Ilir Meta ka kundërshtuar në GKKO akuzat e SPAK duke deklaruar se prokuroria ka paraqitur një version të shtrembëruar të çështjes dhe se disa fakte janë manipuluar. Ish-presidenti kërkoi sërish thirrjen e disa dëshmitarve, mes tyre edhe kryeministrin Edi Rama, duke argumentuar se dëshmitë e tyre do të ndihmonin në zbardhjen e plotë të procesit. Meta akuzoi organin e akuzës për veprime të qëllimshme ndaj tij dhe u ndal tek letërporosia, kontrolli i banesës dhe komunikime telefonike. Ai pretendoi se arrestimi i tij në tetor të vitit 2024 është bërë mbi bazën e një letërporosie të falsifikuar dhe ngriti pretendime për mënyrën se si janë mbledhur dhe administruar provat. Meta përmendi edhe çështjen e telefonave të sekuestruar, duke deklaruar se një prej pajisjeve të ekspertuara nuk i përkiste Monika Kryemadhit, por një personi tjetër. Ai këmbguli për thirrjen si dëshmitar të Edi Ramos, duke thënë se nëse do të kishte pasur dieni për veprimet e Adrian Shatkut lidhur me tregun e fibrave optike, do të kishte ndërhyrë përmes rrugëve institucionale. Sipas Metës, ai nuk kishte asnjë interes personal në këtë çështje dhe gjithmonë ka qenë kundër monopoleve. Në fund, presidenti deklaroi se procesi duhet të vijojë në mënyrë të rregullt ligjore me qëllim zbardhjen e së vërtetës. GKKO vendosi ndërprerjen e seancës, ndërsa shqyrtimi i çështjes do të vijojë më 10 shtator. Biznesmeni shqiptar i kërkuar nga SPAK është ndaluar në Francë pas një fluturimi misterioz me avion të vogël civil, një nga objektet më të rëndësishme strategjike të vendit. Sipas mediave franceze, bëhet fjalë për Ermal Beqirin, i cili u arrestua pasi avioni që ai drejtonte kaloi mbi centralin bërthamor të Penly në rajonin Seine-Maritime. Mjeti i fluturues ishte në një lartësi rreth 3700 këmbë, por piloti e uli më tej lartësinë duke kaluar nën kufirin e lejuar për fluturimet mbi zona të ndjeshme. Pas sinjalizimit, forcat ajrore dhe hapësinore të Francës lërhyn dhe shoqëruan avionin deri në aeroportin e Albertit, ku Beqiri u arrestua. Rasti po hetohet jo vetëm për shkeljen e rregullave të sigurisë ajrore, por edhe një pistë të mundshme spionazhi, pasi gjatë kontrollit fizik aty u gjetën 3 pajisje gjurmuese Apple AirTag. Hetuesit francez përshkruajnë mundësinë që piloti të ketë vepruar nën presion ose me urdhër të një personi tjetër, megjithëse kjo mbetet ende një pistë hetimore. Beqiri është i kërkuar nga SPAK në Shqipëri për dosjen e Akshit, ku dyshohet si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që ka manipuluar tendera me vlerë miliona euro. Ai zotron kompaninë Soften Solution dhe akuzohet për përfitim të palikshëm të kontratave publike. Pas ndalimit, autoritetet franceze e dënuan me 7.000 euro gjob për shkeljen e ndalimit të fluturimit mbi centralin bërthamor, ndërsa ai u dorëzua strukturave kundër krimit organizuar dhe pritet të nisë procedura për ekstradimin drejt Shqipërisë. Kreu i Partisë Mundësia Agron Shehaj ka reaguar pas arrestimit në Francë të biznesmenit Ermal Beqiraj, i kërkuar nga SPAK për dosjen e Akshit. Shehaj e cilëson ngjarjen një skandal të madh dhe ngre shqetësimin se Beqiraj ka patur akses në sisteme të rëndësishme të shtetit shqiptar. Sipas tij, autoritetet franceze po hetojnë edhe pistën e një rrjeti të mundshëm spionazhi, pasi gjatë kontrollit ndaj biznesmenit u gjetën pajisje gjurmuese. Deputeti rikujtoi edhe komunikimet e përfshira në dosjen e SPAK, ku sipas tij, Beqiraj theksonte se informacioni është gjithçka, duke ngritur pikpyetje mbi sigurinë të dhënave shtetërore. Shehaj akuzon qeverinë se ka lejuar që persona të dyshuar të kenë akses në sistemet më të ndjeshme të vendit. E kuptoni në dorë të kujt i kemi lënë të dhënat e shqiptarëve, deklaroi ai, ndërsa shtoi se sipas tij, presioni ndaj kryeministrit Edi Rama po rritet çdo ditë. Arrestimi i Beqirajt në Francë vjen të jetë nën hetim, ndërsa autoritetet shqiptare pritet të ndjekin procedurat për ekstradimin e tij. Me platformën Besa, kryeministri Edi Rama u betua publikisht se do të ketë konsultime qytetarët, miratim prej tyre dhe transparencë të plot nga qeveria për çdo projekt zhvillimi e ndërtimi në zonat bregdetare. Ndërsa në Prapasken, me pabesi bashkë me klientët e tij ndërtues, oligark dhe trafikant pastrues parash, Edi Rama filloi zbatimin e platformës Besa me disa zjarre të befasishme në 3 parqe natyrore, zona të mbrojtura në Bregdetin Vlorë Ksamil. 2 ditë pasi Edi Rama kërkoi dhe dha Besën, ju vu zjarri pishave dhe shkurreve në zonën e mbrojtur bregdetare Pylli i Sodës në Vlorë, që është
është futur në rreth të kuq për betonizim. U dogjën vetëm 10.000 m2 pisha e shkurre në atë sipërfaqe zone qendrore buz plazhit, të cilën për koincidencë thuhet se kryeministri Edi Rama ka vendosur t'ia dhurojë Sinan Idrizit për hotel dhe kompleks vilash dhe pallatesh plazhi me disa turq. Një ditë para zjarrit në pyllin e Sodës, disa efektiv të policisë së Florës ishin vendosur me shërbim atje dhe nuk lejonin qytetarët të shkonin në plazh, duke u thënë se sipërfaqja e pyllit dhe e plazhit ishin pronë private të shitura nga qeveria. 3 ditë pasi Edi Rama shpalli platformën Besa, ra zjarri befasishëm dhe në kodrën park natyror, zonë mbrojtur pranë plazhit Gjiri i Hartës në Ksamil, një zonë tepër e lakmuar për ndërtime. Madje atje Edi Rama i dha leje për restorant trafikantit Andrea Çaushi pasi ai ndërtoi, ndërsa një javë para se burri i Besës Edi Rama të shpallte platformën Besa, shpërtheu një zjarr i befasishëm në zonën e mbrojtur parku natyror Gjiri i Llamanit buz plazhit me të njëjtin emër në Porto Palermo. Edhe në Gjirin e Llamanit për koincidencë, zjarri dogji 11 hektar park natyror, sipërfaqe në cilën Edi Rama i ka dhënë leje zhvillimi e ndërtimi për kompleks me hotel dhe 50 vila kompanisë Bega 07 të Arben Muçobegos, prestanome i ministres Mirela Kumbaro, duke qenë mikesh shumë e afërt të Bablokut. Kumbaro do të jetë njohur më parë me platformën Besa dhe i ka thënë ndërtuesit të saj të vinte zjarrin parkut natyror, zonës së mbrojtur tek Gjiri i Llamanit në Porto Palermo. Nuk është rastësor as fakti që këto 3 parqe natyrore bregdetare, Pylli i Sodës, Gjiri i Hartës në Ksamil dhe Gjiri i Llamanit që u shkrumbuan nga zjarret, janë futur në librin e Edi Ramës The Albanian Files për projekte hotelesh, vilash e resortesh nga mafja e betonit dhe pastrimit të parave. Qeveria shqiptare ka shitur në ankant pajisjet e konfiskuara të ish televizionit Agon Channel 11 vite pas sekuestrimit të tyre. Sipas njoftimit të Agjencisë Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, të publikuar në buletinin e prokurimeve publike të 27 korrikut, në ankant u nxorën pajisjet e kompanisë Agon Set ShPK, e cila administronte televizionin. Vlera fillestare e ankantit ishte rreth 2.600 euro me TVSH, ndërsa në garë mori pjesë vetëm kompania Boshnjaku A ShPK, e cila paraqiti një ofertë për rreth 3.000 eurosh dhe u shpall fituese. Shitja e pajisjeve rikthe në vëmendje çështjen e arbitrazhit ndërkombëtar mes shtetit shqiptar dhe biznesmenit Francesco Becchetti pas mbylljes së Agon Channel dhe konfiskimit të aseteve në vitin 2015. Gjykata e arbitrazhit vendosi që Shqipëria t'i paguajë Becchettit rreth 130 milionë euro dëm shpërblim dhe kosto gjyqësore. Ndërkohë, sipas raportimeve, pagesa e këtij detyrimi po kryhet përmes bllokimit të ardhurave të kompanisë publike Alp Control nga Eurocontrol, krahasuar me dëm shpërblimin për 130 milionë eurosh që po shteti shqiptar. Ankanti i pajisjeve të ish Agon Channel u mbyll me një vlerë qesharake prej vetëm 3.000 eurosh. Prokurori i SPAK Adnan Xholi është kandidati i parë që ka zyrtarizuar kandidaturën për postin e prokurorit të përgjithshëm. Xholi ka dorëzuar aplikimin pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke u bërë emri i parë që hyn në garën për drejtimin e organit qendror të akuzës. Afati për dorëzimin e kandidaturave përfundon më 1 gusht, ndërsa deri atëherë pritet që garës t'i bashkohen edhe emra të tjerë. Pas mbylljes së aplikimeve, KLP do të verifikojë nëse kandidatët plotësojnë kushtet ligjore dhe më pas do t'i propozojë kuvendit 3 emra për votim. Prokurori i ri i përgjithshëm do të zgjidhet nga parlamenti për një mandat 7 vjeçar, duke pasuar Ulsian Çelën, mandati i të cilit përfundon në muajin dhjetor. Adnan Xholi ka mbi 20 vite eksperiencë në sistemin e drejtësisë. Ai ka shërbyer si prokuror në Gjirokastër, në ish prokurorin për krime të rënda dhe ka mbajtur disa funksione drejtuese në prokurorinë e përgjithshme. Prej korrikut të vitit 2021, Xholi ushtron detyrën e prokurorit të posaçëm në SPAK, ku ka hetuar çështje të rëndësishme të krimit të organizuar, narkotrafikut dhe vrasjeve me pagesë. Kjo është hera e tretë që Xholi kandidon për një post drejtues, pasi më herët ka edhe për drejtimin e SPAK. Kompania Soria L e përfshirë në skandalin e elmimit të studentëve në Akademinë e Sigurisë ka ndryshuar pronar. Sipas dokumenteve të publikuara, biznesmeni Alma Tafani ja ka shitur kompaninë Ramazan Trokës për një vlerë prej 2.036.000 eurosh, shumë që sipas kontratës do të shlyhet në 3 koste vjetore. Kontrata e shitjes është firmosur më 29 qershor, vetëm 4 ditë pas rastit të dytë të elmimit të studentëve në Akademinë e Sigurisë. Pak javë më vonë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit hoqi bllokimin e aktivitetit të kompanisë, duke deklaruar se analizat laboratorike nuk gjetën shkelje që ta lidhnin helmimin me ushqimin e furnizuar. Ramazan Troka nuk është një emër i ri në tregun e cateringut. Ai ka patur më herët marrëdhënie biznesi me Alma Tafanin dhe bashkëshortin e saj Nikolin Jaka. Troka ka qenë pronar edhe i kompanisë KPL, të cilën e bleu nga Alma Tafani në vitin 2007 dhe ja shiti sërish asaj në vitin 2025. Ndërkohë edhe kompania KPL është shitur muajin e kaluar duke bërë që Alma Tafani të dalë nga tregu i cateringut. Sipas të dhënave, gjatë 6 viteve të fundit, Soria L dhe KPL kanë përfituar së bashku mbi 45 milionë euro nga kontratat publike për furnizimin me ushqime të spitaleve, reparteve ushtarake dhe institucioneve të vuajtjes së dënimit.
Partia Demokratike pretendon se shumica e deputetëve socialist votuan pa u njohur me përmbajtjen e marrëveshjes SOAS ushtarake me Shtetet e Bashkuara. Sipas PD-s, nga 74 deputetët e mazhorancës që votuan pro ratifikimit, vetëm 19 kishin lexuar dokumentin, ndërsa 55 të tjerë e miratuan pa u njohur me përmbajtjen e tij. Demokratët kanë publikuar edhe listën e deputetëve që sipas tyre rezultojnë të kenë aksesuar marrëveshjen përpara votimit. Debati lidhet me marrëveshjen që parashikon një hua prej $302 milion nga Shtetet e Bashkuara për financimin e blerjes së pajisjeve ushtarake për Shqipërinë. Opozita kundërshton procedurën e miratimit, ndërsa mazhoranca ka mbrojtur ligjshmërinë e procesit. Ndërkohë, Partia Demokratike i është drejtuar gjykatës kushtetuese, duke kërkuar shfuqizimin e ligjit për ratifikimin e marrëveshjes. Sipas saj, procedura parlamentare ka cënuar të drejtat kushtetuese të deputetëve. Një banesë është përfshirë nga flakët këtë të mërkur në fshatin Domen të njësisë administrative Postrip. Sipas informacioneve paraprake, në banesë ndodheshin një nën dhe 2 fëmijët e saj, të cilët nuk po përgjigjeshin në momentin e mbërritjes së ndihmës. Mësohet se 3 familjarët kishin vajtur në një banesë të vjetër dhe të pabanuar, por objekti u përfshi nga zjarri. Banesa ndodhet në një zonë të thellë malore, rreth 30 minuta në këmbë nga pika më e afërt ku mund të mbërrinë automjetet, çka ka vështirësuar ndërhyrjen e forcave zjarfikse. Kur ekipet mbërritën në vendngjarje, banesa ishte se tërësisht e shkrumbuar. Sipas dyshimeve paraprake, nëna dhe 2 fëmijët e saj mund të kenë humbur jetën. Shkaqet e zjarrit dhe rrethanat e ngjarjes pritet të sqarohen pas verifikimeve në vendngjarje. 2 shtetas shqiptar janë arrestuar në Itali si autor të dyshuar të një tentative vrasjeje të ndodhur më një korrik në Milano pranë Venecias. Në Prangaran, Luigi Makaj, 44 vjeç, dhe Armiol Gjoka, 40 vjeç, të njohur për autoritetet italiane edhe për precedent të mëparshëm penal. Arrestimi i tyre u krye pas një muaji kërkimesh nga karabinierët. Sipas hetimeve, objektivi i sulmit ishte një 25 vjeçar shqiptar i identifikuar me inicialet RK, i cili dyshohet se kishte vendosur të largohej nga aktiviteti i shpërndarjes së drogës për të punuar në sektorin e ndërtimit. Prokuroria italiane dyshon se ky vendim solli përplasjen me organizatën kriminale e cila organizoi atentatin. Sipas dosjes hetimore, 2 të dyshuarit i dolën përpara të riut në rrugë, kur ai tentoi të largohej me vrap, u ndoq dhe u qellua me armë zjarri, duke mbetur i plagosur në zonën mes qafës dhe klavikulës. Hetuesit dyshojnë se ndërsa i riu ishte i plagosur, njëri prej autorëve ju afrua dhe i drejtoi armën në kokë, por u largua pas mbërritjes së shërbimeve të emergjencës. Pas arrestimit, autoritetet italiane zhvilluan kontrolle në disa banesa dhe sekuestruan materiale hetimore, ndërsa 2 të arrestuarit janë vendosur në burgje të ndryshme në Venecia dhe Padova në pritje të vijimit të procedurave gjyqësore. Mungesa e sulmeve ajrore ndaj Iranit nuk do të thotë domosdoshmërisht paqe. Teherani nuk e cilëson situatën aktuale si armë pushim dhe nuk po nxiton të rikthehet në bisedime të drejtpërdrejta me Shtetet e Bashkuara. Strategjia iraniane duket se bazohet në bindjen se koha mund të jetë në favor të tyre. Udhëheqja e Republikës Islamike beson se mund të rezistojë presionit ushtarak dhe ekonomik më gjatë se sa Washingtoni është i gatshëm të përballojë një konflikt të zgjatur. Llogaria e Teheranit është se rritja e çmimeve të energjisë, ndikimi mbi ekonominë amerikane dhe kostoja politike e një lufte të re në lindjen e mesme mund ta shtyjnë administratën amerikane drejt një kompromisi. Në qendër të kësaj përballjeje ndodhet ngushtica e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë. Irani e sheh këtë zonë si levën kryesore për të rritur peshën e tij në negociata dhe për të kërkuar njohjen e rolit të tij si fuqi rajonale. Pikërisht për këtë arsye, Teherani preferon ndërmjetësimin përmes vendeve si Omani, Katari apo Pakistani në vend të një dialogu të drejtpërdrejtë me Washingtonin, por kjo strategji mbartet edhe rreziqe. Një përshkallëzim i ri në Hormuz mund të dëmtojë jo vetëm ekonominë globale, por edhe vetë interesat e Iranit, duke bashkuar kundër tij fuqitë që varen nga furnizimet energjetike. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara përballen me dilemën mes presionit ushtarak dhe kërkimit të një marrëveshjeje që mund ta paraqesin si fitore politike. Për momentin, ajo që ekziston është një ekuilibër i brisht, jo paqe, por një fazë e re e konfliktit, ku betejë nuk zhvillohet vetëm me armë, por edhe me diplomaci, energji dhe ndikim gjeopolitik. Zjarret masive që kanë përfshirë jug-perëndimin e Francës kanë shkaktuar një fenomen të rrallë, të njohur si pirostuhia ose stuhia e krijuar nga zjarri. Intensiteti ekstrem i flakëve ka bërë që nxehtësia e çliruar të ngrihet në atmosferë dhe të formojë re stuhie, të cilat mund të krijojnë erëra të forta, rrufe dhe rreshje, duke e bërë zjarrin edhe më të paparashikueshëm. Ekspertët paralajmërojnë se Europa po përballet me një epokë të re të zjarreve ekstreme, të ngjashme me ato që kanë goditur më parë Australinë, Kanadan dhe Shtetet e Bashkuara. Në Francë janë ndjekur rreth
290.000 hektar tokë, sipërfaqja më e madhe e regjistruar ndonjëherë në vend, ndërsa sezoni i zjarreve ende nuk ka përfunduar. Presidenti Emmanuel Macron e ka cilësuar situatën si më të rëndën që prej luftës së dytë botërore, ndërkohë Franca dhe Spanja kanë kërkuar ndihmë nga Bashkimi Evropian, pasi qindra mijëra persona janë detyruar të largohen nga banesat e tyre. Shkencëtarët e lidhin këtë intensitet me ndryshimet klimatike, temperaturat ekstreme dhe thatësirat e gjata, duke paralajmëruar se zjarre të tilla mund të bëhen gjithnjë më të shpeshta në Europë. Një plan financiar i presidentit të FIFA, Gianni Infantino, ka hapur një përplasje të fortë me UEFA dhe ka ngritur pikpyetje për të ardhmen e menaxhimit të futbollit botëror. Sipas raportimeve të The Times, FIFA po shqyrton shitjen e një pjese të kuotave të aktiviteteve tregtare të lidhura me Kupën e Botës, me synimin për të siguruar miliarda dollar nga investitorët privat. Projekti parashikon krijimin e kompanisë FIFA Forward Enterprise, e cila do të menaxhojë të drejtat televizive, kontratat tregtare dhe logjistikën e turneve më të mëdha. Vlera e kompanisë vlerësohet rreth 20 miliard dollar, ndërsa objektivi është mbledhja e deri në 4.2 miliard dollarëve nga shitja e një pakete minoritare aksionesh. Mes investitorëve të kontaktuar përmendet edhe fondi Thrive Capital, i drejtuar nga Josh Kushner, por iniciativa ka shkaktuar reagim të fortë nga UEFA, e cila paralajmëron se futbolli mund të trajtohet si një aset financiar për të shitur në tregje. Institucioni Evropian ka deklaruar se askush nuk është pronar i futbollit dhe se vendimet strategjike nuk duhet të varen nga interesat e investitorëve privat. FIFA nga ana tjetër garanton se partnerët financiar do ta kenë vetëm rol minoritar dhe nuk do të ndikojnë në vendimet sportive. Përplasja mes dy institucioneve pritet të jetë një nga debatet më të mëdha për të ardhmen ekonomike dhe qeverisjen e futbollit ndërkombëtar.